Në kuadër të aktiviteteve që po organizon Policia e Kosovës në Ferizaj, sot u mbajtën garat me bicikleta, ku morën pjesë shkollat e rajonit të Ferizajt. Ky projekt kishte për qëllim vetëdijsimin dhe sensibilizimin e nxënësve mbi rrezikët me të cilat ballafaqohen ata gjatë rrugtimit të tyre shtëpi, shkollë dhe anasjelltas. Drejtori i Policisë Rajonale në Ferizaj, Gazment Hoxha, u shpreh i kënaqur me gatishmërinë e shkollave për t'u përgjigjur kësaj gare. Është një gare përvitshme që Policia e Kosovës organizon bashkëpunim me drejtoritë e arsimit të shkollë të fakt komunave tona. Qëllimi është që këta nxënës, këta fëmijë të mund të afrohen më shumë me policinë, krijojnë një lloj miqësie me ne. Edhe është një nga projektet tona që kemi të përvitshme në kuadër të planit të policimit në bashkësi apo policimit në komunitet. Jemi të kënaqur shumë, jashtëzakonisht shumë. Kemi kriju tash një raport miqësor me shkollat edhe ata çdo aktivitetit ton që është edhe për të mirën e nxënësve i përgjigjen pozitivisht. Drejtoresha e shkollës Veziri Ashari në Ferizaj, Fatusha Azemi, e vlerësoi lart këtë projekt, duke thënë se në këtë mënyrë nxënësit po vetëdijsohen për rrezikët që mund të hasin në rrugë. Kjo garë për shkollën tonë, shkolla Veziri Ashari, ka një rëndësi të veçantë, sepse bashkëpunimi me Policinë e Kosovës në shkollën tonë ekziston që nga fillimi dhe bashkëpunimi është shumë i fortë, kështu që me një përmbyllje të vitit shkollor, shoh se policia e ka një seriozitet edhe më të madh ndaj fëmijëve, i kanë nxit, i kanë motivuar që të bashkëpunojmë me ta. Të kënaqur me organizimin e këtyre garave u shprehen edhe nxënësit pjesëmarrës. Jemi kënaqur që Policia e Kosovës po bashkëpunojnë me ne në vend për komunikacion dhe na ndihmojnë në problemet tona. Kam ardhur këtu për të marrë pjesë në garat me biçikletë, i falenderoj të gjithë ata që na kanë ushtruar neve. Fituese e vendit të parë në garat e zhvilluara sot u shpall Denisa Shehu nga shkolla fillore Jeta e Re nga fshati Greme e Ferizajt. Në vendin e dytë u rendit Denis Azemi nga shkolla Veziri Ashari Ferizaj, kurse vendi i tretë i takoi Fidan Vishit nga shkolla e Minduraku nga Kaçaniku.